Gjesti dhe Valbona ishin ulur në këndin e tyre të preferuar në oborin e shtëpisë, larg zhrumës së banorëve të tjerë. Ishte një natë e qetë dhe qielli ishte plot yje. Valbona, si gjithmonë, ishte e gatshme të dëgjonte dhe të kuptonte atë që ai kishte për të thënë. Gjesti pshërtiu thellë, duke shikuar drejt tokës, si dikush që kishte shumë për të thënë, por nuk dinte nga ta fillonte. Valbona, e di që njerëzit mendojnë se unë po I largohem Eglit sepse nuk më intereson më për të, por nuk është e vërtet, tha ai me një zë të ulët, por të ngarkuar me ndjenja. Valbona e pa me kuriozitet dhe I inkurajoi të vazhdonte. Po atëherë, përse po I qëndron larg? Pse nuk I flet më si më parë? Gjesti kaloi dorën në flokët e tij dhe pshërtiu përsëri. Sepse nuk dua ta lëndoj përsëri. Kam bërë gabime me të, e kam lënduar më shumë se sa e meritoj. Ajo është një vajzë e mirë, Valbona, dhe unë nuk dua të jem arsyeja pse ajo ndihet keq. Prandaj po I ri larg, që të mos e bëj të vuaj më, tha ai, duke e parë Valbonën drejtë në sy. Ajo tundi kokën me mirëkuptim dhe vendosi dorën mbi të tijën. E kuptoj, Gjesti. Po ndonjëherë të qëndruarit larg mund të jetë edhe më e dhimbshme për të sesa të jesh aty dhe të përballeni me ndjenjat tuaja. Gjesti e dëgjoi, por duke I përhumbur në mendimet e tij. Ndoshta ke të drejtë, por është më mirë kështu. Unë e di veten time, Valbona. Nëse I afrohem përsëri, mund të ndodhë që ta lëndoj pa dashje. Dhe unë nuk mund ta përballoj ta shoh përsëri të vuaj për shkakun tim, tha ai, ndërsa zëri I tij u thye paksa në fund të fjalisë. Valbona e pa me dëmshuri dhe e shtrëngoi lehtë dorën. Ndoshta është koha që ta lejosh atë të vendos vetë çfarë është më e mira për të. Ndoshta duhet të flisni, të sqaroheni. Sepse ndonjëherë njerëzit nuk duan të mbrohen nga ne, thjesht duan të ndihen të rëndësishëm për ne. Gjesti heshti për një moment, duke reflektuar mbi fjalët e saj. Ai ngriti shikimin dhe veshtroi yjet për një kohë të gjatë, sikur kërkonte përgjigjet atje. Do ta mendoj këtë, Valbona, tha ai më në fund, me një zë të qetë, por ende të pasigurt. Dhe kështu, mes heshtjes dhe të vërtetave të pathëna, ata vazhduan të qëndronin aty, ndërsa mendimet e Gjestit endeshin me së kaluarës dhe asaj që duhej të bënte më tej. Ishte mesnatë dhe shumica e banorëve po flinin, por Gjesti nuk kishte ndërmend të qëndronte I qetë. Me një buzëqeshje dinake, ai afrohet me hapa të lehtë drejt suitës ku po flinte Jozi. Ai e shtyn pak derën dhe futet brenda pa bërë zhurmë. Pasi afrohet pranë shtratit të Jozit, ai e shikon atë duke fjetur I qetë dhe vendos t'i bëjë një shaka për ta zgjuar. Jozi, zgjohu. I thot ai me një ton të ulët, duke e shtyr lehtë nga supi. Jozi lëviz pak, por nuk hap sytë. Gjesti nuk dorëzohet dhe e tund edhe më fort. Hajde, hajde, qohu. Duhet të largohesh nga këtu. Jozi më në fund hap sytë, I përgjumur dhe I hutuar. Pse? Çfarë ka ndodhur? Pyet ai, duke u fërkuar sytë. Gjesti qesh dhe I përgjigjet me një ton të sigurt, sepse unë do rri këtu me Loredanën. Tani ngrihu dhe bëhu gati të dalësh. I thot duke qeshur dhe duke e ngacmuar me tonin e tij provokues. Jozi e sheh me sy gjysmë të mbyllur dhe shfryn. Hëmo, Gjesti, lëre këto budallallqe. Unë po fle. Ik shko bëj shaka diku tjetër, I thot ai me një ton të lodhur, duke u kthyer nga ana tjetër. Por Gjesti nuk e lë me aq. Ai fillon ta shkun edhe më shumë, duke qeshur. Jo, s'të lë rehat. Loredana më tha të vi të zgjoj. Do që të fle unë këtu me të. Vazhdon ai, duke e nxitur që të zgjohet plotësisht. Jozi më në fund ngrihet me nervozizëm dhe e shikon me dyshim. Ti po tallesh, apo jo? Se po më prishe gjumin kot. Gjesti qesh dhe I vë dorën mbi shpatull. E po normal që po tallem. Po deshe, mund të na lësh vetëm dhe të shkosh në krevat tjetër, I thot ai duke qeshur, ndërsa Jozi rrotullon syt dhe tund kokën. Po mirë mo, kur do pushosh ti, Gjesti? Më le rehat të fle apo jo? Thot ai me një zë të lodhur, ndërsa Gjesti vazhdon të qesh. Ndërkohë, nga dhoma tjetër, Loredana dëgjon zhurmat dhe bërtet me shaka.
Gjesti, lëre Jozin rehat se do të vitë të përs nga aty. Gjesti kthehet nga dera dhe i përgjigjet duke qeshur, Loredana, po e largoj Jozin që të rri me ty. Jozi qesh me ironi dhe i drejtohet Gjestit, po mirë, po të lëjuve të dyve vetëm. Do shkoj të gjej ndonjë vend tjetër për të fjetur. Thot ai, duke dal nga dhoma dhe duke tundur kokën, ndërsa Gjesti qesh i kënaqur që shakaja e tij funksionoi. Gjesti dhe Egli përfshihen në një debat të ashpër, ku tensioni mes tyre sa vjen e rritet. Gjesti, i nervozuar dhe me tone akuzuese, i drejtohet Eglit me një shikim sfidues. Egli, ti je një mashtruese e vërtet. Ti bën sikur je viktim, por në fakt je ti ajo që gjithmonë përpiqesh të më ulësh, të më diskreditosh dhe të më nxjerrësh si njeriun më të keq këtu brenda. Thot ai me nervozizëm, duke tundur kokën nga shgënjimi. Egli, e cila nuk pranon të mbetet në heshtje, kthehet menjëherë kundër tij me një ton të prerë. Unë mashtruese? Ti e di shumë mirë që unë jam e sinqert dhe nuk luaj lojra si ti. Ti je ai që ke bërë gjithçka për të më manipuluar, për të më bërë të dukem keq para të tjerëve, ndërsa vetë bën sikur je i pafajshëm. Gjesti qesh me ironi, duke tundur gishtin para saj. Jo, Egli. Nuk të ecën me mua kjo. Ti po përpiqesh të më ulësh poshtë, të më bësh të dukem si një manipulues, por ta them që tani, nuk do të ja dalësh. Unë e di shumë mirë se çfarë po bën. Egli i afrohet me një shikim sfidues, pa asnjë shenjë frike. Pse, të vërtetat të djegin kaq shumë, Gjesti? Mos haro që e gjithë shtëpia ka parë si sillesh, si thur intriga dhe si e përdor çdo situatë për të dalë viktim. Unë nuk kam nevojë të ul poshtë, ti e bën vetë këtë me veprimet e tua. Gjesti shtrëngon nofullat, duke marrë frym thellë. Mendove se do më shkatëroje, por e ke gabim. Nuk kam nevojë për ty apo për askën tjetër që të mbjetoj këtu. Ti mund të përpiqesh sa të duash, por unë nuk bie në grackat e tua. Egli e sheh drejt në sy dhe tund kokën me përçmim. Mos u mundo të luash viktimën me mua, Gjesti. Të njoh shumë mirë. Ti e di që s'ke më asnjë ndikim mbi mua dhe kjo të djeg. Banorët e tjerë, të habitur nga debati i tyre, i shikojnë pa folur, ndërsa tensioni mes tyre arrin kulmin. Duket qartë që ky konflikt nuk do të përfundojë shpejt dhe se mes Gjestit dhe Eglit lufta sapo ka filluar. Egli, me një buzëqeshje tallëse në fytyrë, qëndron përballë Gjestit dhe e shikon me një vështrim plot ironi. Ajo e di mirë se si ta provokojë atë dhe këtë herë nuk ka ndërmend të ndalet. Gjesti, çfarë ke? Pse po rri heshtur? E pyet ajo, duke e parë drejtë në sy. Gjesti nuk përgjigjet menjëherë, por pshertin lehtë dhe rrotullon syt, sikur të mos donte të hynte në një debat me të. Egli, lëre fare, nuk kam nerva për këto lojrat e tua, i thot ai me një ton të lodhur. Por Egli nuk tërhiqet. Ajo qesh me zë të lartë dhe tund kokën. Ah, kështu je ti. Gjithmonë bën sikur je i mërzitur që të vijë dikush nga pas dhe të ngushëllojë. Po të them diçka, Gjesti, nuk ke asgjë tjetër përveç se këtyre sjelljeve të kota. Ti je thjesht një njeri kot, një budalla që mendon se është i rëndësishëm, por në fakt nuk ke asgjë për të ofruar. Gjesti e shikon për një moment, pastaj qesh me ironi. Oh, Egli, sa shumë flet. Po pse po lodhesh kaq shumë duke më ulur mua? Mos ndoshta të djeg diçka? Egli e tund kokën dhe qesh sërish, por këtë herë me më shumë ironi. Jo, Gjesti, nuk më djeg fare. Thjesht më vjen për të qeshur me ty, sepse ti mendon se je i madh dhe i rëndësishëm, por në fakt je bosh. Ti thjesht luan me fjalët, me situatat, por në fund të ditës je njeri kot. Tensioni mes tyre rritet. Banorët e tjerë fillojnë të shohin nga ata, duke pritur se si do të përfundoj kjo përballje. Gjesti rri në vend, duke menduar për një moment nëse ja vlen të vazhdoj këtë debat apo thjesht të largohet. Shiko, Egli, thot ai më në fund, duke buzëqeshur me vetë besim. Nëse jam kaq kot, atëherë pse po harxhon kohën tënde duke u marrë me mua? Mos ndoshta sepse unë ende të interesoj pak? Egli e shikon me nervozizëm dhe tund kokën. Mos u gënje vetë, Gjesti. Je thjesht një humbje kohe.
thot ajo, duke u larguar me hapa të shpejt. Gjesti mbetet në vend, duke parë pas saj me një buzëqeshje të lehtë. Ai e dinte mirë që Egli mund të thoshte çfarë të donte, por në fund të fundit, fakti që ajo e sulmonte vazhdimisht tregonte diçka krejt tjetër. Egli, duke e vështruar Gjestin që ishte shtrirë në krevat, bëren se ai është në një gjumë të thellë. Ai duke i lodhur, ndoshta nga debatet, nga tensionet e ditës, apo thjesht nga raskapitja e lojës brenda shtëpisë. Pavarësisht gjithçkaje që kishte ndodhur mes tyre, pavarësisht shgënjimeve dhe fjalëve të ashpra që kishin shkëmbyer, Egli nuk mund ta shikonte atë ashtu, pa një mbulesë, i shtrirë në krevat ndërkohë që freskia e natës kishte filluar të mbushte dhomën. Ajo ngadalë afrohet, duke u siguruar që të mos bëj zhurmë, që të mos e zgjojë. Me duar të buta, ajo merr jorganin dhe e vendos mbi trupin e tij, duke e mbuluar ngadalë, sikur po kryente një veprim të natyrshëm, por që në të vërtetë kishte një domethënie më të thellë. Egli e vështron për një moment, duke marrë frymë thellë. Në fytyrën e tij të qetë, ajo mund të shihte një anë tjetër të Gjestit, jo atë djalin sfidues, kokfort apo provokues, por dikë që ndoshta edhe ai kishte nevojë për kujdes dhe për dikë që të mendonte për të. Duket kaq i qetë kur fle, mendon me vete Egli, ndërsa një buzëqeshje e lehtë i kalon në fytyrë. Por sapo ajo bëhet gati të largohet, Gjesti lëviz pak dhe mërmërit diçka nëpër gjumë. Egli ngrim për një moment, duke menduar se ai mund të zgjohej, por ai thjesht rrotullohet pak, ndërsa jorgani që ajo i kishte vendosur mbi trup mbetet aty. Edhe pse ndoshta nesër do të debatonin sërish, edhe pse ndoshta ai do të bënte sikur nuk i vinte re gjërat e vogla që ajo bënte për të, Egli e dinte që në një mënyrë apo në një tjetër, ajo ende kujdesej për të. Edhe kur ai e kishte mërzitur, edhe kur i kishte thënë fjalë të rënda, ndoshta ndjenjat e saj për të nuk ishin zhdukur plotësisht. Duke hedhur një shikim të fundit, ajo largohet ngadalë, duke e lënë Gjestin të flejë i qetë, pa e ditur se dikush kishte qenë aty për të kujdesur për të. Mes atmosferës së gëzueshme në shtëpi, Egli dhe Gjesti e gjejnë veten të përfshirë në një lojë të çmendur dhe plot argëtim. Teksa janë në kuzhinë, fillimisht fillojnë të ngacmojnë njëri tjetrin me fjalë, por shpejt gjithçka përshkallëzohet në një betejë mielli. Gjesti, duke qeshur me të madhe, merr një grusht miell dhe, pa e menduar 2 herë, ia hedh Eglit mbi kokë. Egli, e befasuar, mbyll sytë për një moment dhe, kur i hap sërish, sheh fytyrën e tij të qeshur dhe të gatshme për të vazhduar lojën. Oh, do të më sulmosh ashtu? Mirë, tani do ta shohësh se me kë ke të bësh. I thot ajo me një ton sfidues, duke kapur një grusht tjetër miell dhe duke ia hedhur drejt për drejt në fytyrë. Gjesti shtanget për një moment, duke u kollitur lehtë nga reja e bardhë që e ka mbështjell, por më pas shpërthen në të qeshura. Ah, kështu qen ka puna. Atëherë, përgatitu. Thot ai dhe merr një grusht të madh miell, duke e ndjekur Eglin nëpër kuzhinë. Ajo, duke qeshur me zë të lartë, përpiqet të largohet, por Gjesti është më i shpejtë dhe ia hedh gjithë miellin mbi shpatulla. Në pak sekonda, të dy janë mbuluar krejtësisht me miell, flokët e tyre janë bërë të bardhë dhe rrobat e tyre duken si të sapo dalë nga një stuj dëbore. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin dhe t'i shikojnë me habi, disa duke i inkurajuar që ta vazhdojnë lojën, të tjerët duke u ankuar për rrëmuin që po bëjnë. Duket sikur kemi bërë ndonjë dasmë tradicionale shqiptare. Thot Egli, duke fshirë miellin nga sytë e saj dhe duke qeshur. Gjesti qesh edhe ai dhe e shikon Eglin me një vështrim ngacmues. Po, vetëm nusja mungon. Apo ndoshta e kemi këtu. Thot ai duke e parë drejt në sy. Egli e shtyn lehtë me bërryl, ende duke qeshur, dhe e paralajmëron, mos guxo të më hedhësh më shumë miell, përndryshe do të zhys në ujë. Gjesti qesh edhe më shumë dhe e sheh si një sfidë. Hajde ta shohim kush do të fitojë atëherë. Loja vazhdon edhe për pak, ndërsa ata të dy e shijojnë këtë moment të lehtë dhe të çmendur, duke harruar për një çast të gjitha debatet dhe tensionet që mund të kenë pasur më parë. Gjesti dhe Rozana përplasen në një debat të ashpër, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Gjesti, i acaruar nga sjellja e Rozanës, i afrohet me një shikim të ftohtë dhe të ashpër, duke e bërë të qartë se ai nuk ka më durim për të. Ik zhduku, mos më fol më me gojë. Nuk dua të dëgjoj më asgjë nga ty.
I thot ai me një ton të lartë, duke u përpjekur të mbajë qetësinë, por dukshëm i irrituar. Rozana, e befasuar nga reagimi i tij, i përgjigjet me një ironi të lehtë, "Po çfarë ke tani? Pse të djeg kaq shumë? Apo ndoshta e di që kam të drejtë dhe s'të pëlqen ta dëgjosh." Gjesti tund kokën dhe qesh me nervozizëm, duke kaluar duart në flokë. "E di shumë mirë se çfarë bën ti. Ti je plot intriga, gjithmonë i manipulon situatat në favorin tënd dhe pastaj del sikur je viktima. Po e di çfarë. Nuk më intereson më. Nuk më don, as nuk të plas për mua, ndaj mos u mundo kot të bësh sikur të intereson." Rozana e vështron me një buzëqeshje të hidhur. "Nuk më plas për ty? Ha, shumë mirë. Sepse as unë nuk dua të merrem më me ty. Më mirë larg një personi si ti që e ndryshon mendjen çdo 5 minuta dhe nuk di çfarë do." Gjesti shtrëngon nofullat dhe e shikon me inat. "Shumë mirë atëherë. Qëndro larg meje dhe mos u mundo të më përfshish më në dramat e tua të kota. Unë kam punë më të rëndësishme se sa të merrem me ty dhe me lojrat e tua." Debati i tyre ndizet edhe më shumë, ndërsa banorët e tjerë i shikojnë me kurreshtje, duke ndjerë tensionin që po mbushte dhomën. Gjesti largohet me hap të shpejtë, ndërsa Rozana mbetet aty, duke buzëqeshur me ironi, sikur të kishte fituar diçka nga kjo përballje. Por në të vërtetë, asnjëri prej tyre nuk e kishte fituar këtë betejë, ishte thjesht një tjetër kapitull i një lufte që nuk dukej se do të përfundonte shpejt. Në mes të një atmosfere të gjallë dhe plot humor, Egli vendos të hakmerret ndaj Gjestit për rrengun që ai i bëri më parë. Pasi ai e mbuloi me miell, ajo nuk mund ta linte me kaq. Me një buzëqeshje djallëzore në fytyrë, Egli kap një grusht të madh miell dhe fillon ta ndjek Gjestin nëpër shtëpi. "Ndalu, mos ik. Tani është radha jote." I thërret ajo, duke qeshur dhe duke vrapuar pas tij. Gjesti, i cili e kupton menjëherë që ajo nuk do të ndalet pa ia kthyer reston, fillon të vrapojë me shpejtësi, duke bërë zigzage mes mobiljeve dhe duke u munduar të i shpëtojë sulmit të saj të bardhë. "Egli, hajde, mos e bëj këtë. Po të kërkoj falje, të betohem." Thot ai duke qeshur, por në të njëjtën kohë duke ecur mbrapsht me hapa të shpejtë. Jo, falja jote nuk vlen. Tani do ta shohësh se me kë ke të bësh." Përgjigjet ajo, e vendosur për të mos e lënë të ikë pa ia hedhur miellin. Teksa Gjesti tenton të kalojë pranë divanit, Egli bën një lëvizje të shpejtë dhe i afrohet aq shumë sa që ai e humbet ekuilibrin për një moment. Duke parë se nuk ka rrugë shpëtimi, ai fillon të ngjitet shkallëve me shpejtësi, por Egli nuk ndalet. "Ah, s'ke ku shkon më tani," i thot ajo, duke ngritur dorën me miellin gati për t'ia hedhur. Në një moment, Gjesti ndalon, duke menduar një strategji të fundit për të shpëtuar. "Shiko, Egli, atje prapa teje është dikush gati të të hedhë ujë," i thot ai, duke u përpjekur t'i shpërqendrojë vëmendjen. Egli e kthen kokën për një sekondë, por e kupton menjëherë që ai po përpiqet ta mashtrojë. "Ah, kështu që ka puna? Tani s'ka më shpëtim për ty," i thot ajo dhe, pa u menduar 2 herë, i hedh gjithë miellin mbi kokë. Gjesti qëndron në vend, i mbuluar plotësisht me një shtresë të bardhë pluhuri, ndërsa Egli shpërthen në të qeshura. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin dhe të duartrokasin, ndërsa Gjesti, duke fshirë miellin nga fytyra, tund kokën me një buzëqeshje. "Mirë, Egli, e fitove këtë betejë, por lufta nuk ka mbaruar," i thot ai me një ton sfidues, duke bërë që ajo të qesh edhe më shumë. Kështu, një tjetër moment gazmor kalon mes tyre, duke i bërë të harrojnë për pak çaste çdo tension apo debat në shtëpi, ndërsa loja e tyre bëhet biseda kryesore mes banorëve. Egli, e ulur pranë banorëve të tjerë, fillon të flasë për Gjestin me një ton të përzier mes habis dhe sigurisë. Ajo duket e bindur për atë që po thotë dhe nuk e fsheh as pak mendimin e saj. "E keni vënë re se si më shikon ai? Jo një herë, jo 2 herë, por disa herë gjatë ditës. Gjesti mendon se askush nuk e kupton, por unë e di kur ai më kërkon me sy," thot Egli, duke tundur kokën dhe duke buzëqeshur lehtë. Banorët e tjerë e shikojnë me kurreshtje, disa të habitur, disa duke qeshur.
Po mirë, ndoshta të shikon thjesht sepse ja aty, nuk do të thotë se të do, I thot njëri prej tyre, duke e sfiduar. Egli nuk heziton t'i përgjigjet. Jo, jo. E di unë shumë mirë kur dikush të sheh rastësisht dhe kur dikush të shikon me një qëllim. Gjesti nuk është tipi që e pranon kollaj ndjenjat, ai përpiqet ta fsheh, por unë e shoh në sytë e tij. Ai më kërkon, ai më vështron, ai e di shumë mirë që ka ndjenja për mua, por thjesht nuk do ta pranoj para të gjithëve. Një tjetër banore ndërhyn duke buzëqeshur me dyshim. Egli, ndoshta thjesht e ke gabim, ndoshta ai të sheh nga inati ose thjesht nga kurioziteti. Egli tund kokën, e sigurt në atë që po tholl. Jo, jo. Ai më shikon me atë mënyrën e tij të veçantë. Ai nuk ka guxim ta pranoj, por unë e ndjej. Gjesti më do, por është kokfort dhe mundohet ta mbaj brenda vetes. Po nuk I shpëton syve të mi. Disa banor fillojnë të qeshin, të tjerë mendojnë mbi ato që ajo po tholl. A është e vërtet që gjesti ka ndjenja për të dhe nuk guxon ta pranoj? Apo Egli po e sheh situatën nga një këndvështrim I njëanshëm? Debati vazhdon, por një gjë është e qartë, marrëdhënia mes tyre nuk është e zakonshme dhe diçka po ndodh mes tyre, qoftë e pranuar apo e mohuar. Egli, duke vëzhguar nga një kënd tjetër, ndjen një valë të fortë xhelozie që po e pushton. Ndërsa shikon Gjestin dhe Loredanën duke kërcyer dhe luajtur së bashku, ajo fillon të ndihet e tensionuar dhe e shqetësuar. Qeshjet dhe hapat e tyre të shpejtë, si dhe kimia që kanë mes tyre, I bëjnë Eglin të mendoj më shumë se sa duaj. Egli e sheh Gjestin që, me një buzëqeshje të plotë, po përpiqet ta bëjë Loredanën të qesh, ndërsa ajo I përgjigjet me të njëjtën gazmorësi. Ata po lëvizin në ritmin e muzikës, duke u ngacmuar njëri tjetrin dhe duke krijuar një atmosferë plot argëtim. Loredana, e mbushur me energji, po I jep hapin Gjestit dhe është duke u argëtuar me të sikur më parë. Por Egli, nga ana tjetër, fillon të ndjejë një bezdi që po I mbush mendjen. Ata duken kaq të lidhur, kaq natyrshëm së bashku, dhe kjo është ajo që e shqetëson më shumë. Ndërkohë, ajo shikon se Gjesti po e merr seriozisht momentin dhe po e çon në një tjetër nivel argëtimi, ndërsa Loredana duket se është e lumtur për këtë vëmendje. Ajo fillon të ndjejë një shqetësim të thellë dhe, pa mundur ta fshehë, I drejtohet një miqësore, por edhe me një ton të mprehtë. Po shikoni ju të dy, ju duken kaq të lumtur bashk, apo nuk keni menduar për ndjenjat e të tjerëve? I thot ajo me një theks të dukshëm paksa të ngurtë. Gjesti dhe Loredana e ndalin të qeshurën dhe e shikojnë Eglin, e cila tashmë po qëndron me duar të kryqëzuara. Gjesti, pa u ndjerë shumë I shqetësuar, përgjigjet me një buzëqeshje ngacmuese. Po, Egli, do të duhet të jesh këtu me ne. Pse nuk bashkohesh dhe ti, që ta bëjmë edhe më argëtuese? Thot ai duke I hedhur një sy Loredanës, e cila gjithashtu po qesh dhe e shikon Eglin. Egli e di që ka përjetuar një moment të vështirë, por ndjen se është më mirë të mbajë ndjenjat për vete. Megjithatë, nuk mund të ndaloj një valë pasigurie të shpërthej brenda saj. Ajo, me një buzëqeshje të sajuar, ja kthen, ndoshta më vonë, për momentin, preferoj të shikoj. Kjo është mjaftueshëm. Gjesti e kupton se ajo është e shqetësuar, por ai e injoron për momentin dhe vazhdon të kërcen me Loredanën, duke harruar për disa çaste çdo gjë tjetër.